Eksperti e marrëdhënieve ndërkombëtare Marlind Laçi ka komentuar samitin e Komunitetit Politik Evropian të mbajtur në Tiranë të premten e 16 majit 2025. Një nga momentet pikante të këtij samiti, të komentuara nga studiuesi Laçi, ishte edhe takimi mes presidentit francez Emmanuel Macron dhe presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Një video e dy liderëve është bërë virale pasi presidenti Macron vendos dorën e tij si përdorës së presidentit Erdogan, ndërsa ky i fundit reagon duke i shtrënguar njërin nga gishtat. Gjua e trupit, qoftë Emmanuel Macron por edhe e presidentit Erdogan, tregojnë qartë përplasje gjeopolitike midis Turqisë dhe Francës. Janë të mbartura disa konflikte në rastin e konfliktit Armenia-Azerbajxhan, Turqia mbante krahun e Azerbajxhanit, ndërsa Franca mbante krahun e Armenisë. Gjithashtu kemi rastin e përplasjes së interesave turke në Libi me interesat franceze. Në këtë kontekst, në të dyja këto konflikte, por edhe në konfliktin e ndodhur vite më parë në detin Mesdhe. Duke ditur gjithë këtë, në atë moment presidenti Macron tentoi të superonte dorën e presidentit Erdogan në gjuhën diplomatike. Kjo është një lloj dominance, por edhe një farë kontrolli mbi presidencën turke për të treguar superioritet, por në anën tjetër ishte një kthim klasik i situatës. Në atë rast presidenti Erdogan shtrëngoi gishtat dhe ja mbajti gishtat shtrënguar. Në atë moment Erdogan i ka treguar, Franca dhe Europa është në rënje, ndërsa një yll i ri po rritet në rafshin global. Kjo është lexuar në nivel ekspertësh dhe diplomatësh që njohin gjuhën e trupit, tha Laçi.